A shërohet kanceri, ishte pyetja. Fituesi i çmimit Nobel në vitin 1931, Dr. Otto Warburg zbuloi se qelizat kancerogjene zhvillohen në mjedis me mungesë oksigjeni dhe me përqendrim të lartë acidi. Ai theksoi se mungesa oksigjenit në qeliza nxit proceset anaerobe që lidhen me zhvillimin e tumorit. Ai ka thënë drejt për drejt se kanceri nuk mund të ekzistojë në një trup alkalik. Studimet e tij nxisin rëndësinë e oksigjenimit dhe balancës metabolike. Për të mbështetur një trup të shëndetshëm, rekomandohet të konsumoni sa më shumë perime dhe fruta të freskëta, të reduktoni sheqerin dhe ushqimet e përpunuara, të pini ujë me limon në mëngjes, të bëni aktivitete fizike rregullisht, të reduktoni mishin e kuq dhe yndyrnat e dëmshme. Këto zakone ruajnë një mjedis qelizor të balancuar dhe as pak të favorshëm për sëmundje kronike. Pra kujdes ushqimet nëse dëshironi të jetoni shëndetshëm. Ju falemnderit dhe mirupafshim në vitin e radhës. A shërohet kanceri, ishte pyetja. Fituesi i çmimit Nobel në vitin 1931, Dr. Otto Warburg zbuloi se qelizat kancerogjene zhvillohen në mjedis me mungesë oksigjeni dhe me përqendrim të lartë acidi. Ai theksoi se mungesa oksigjenit në qeliza nxit proceset anaerobe që lidhen me zhvillimin e tumorit. Ai ka thënë drejt për drejt se kanceri nuk mund të ekzistojë në një trup alkalik. Studimet e tij nxisin rëndësinë e oksigjenimit dhe balancës metabolike. Për të mbështetur një trup të shëndetshëm, rekomandohet të konsumoni sa më shumë perime dhe fruta të freskëta, të reduktoni sheqerin dhe ushqimet e përpunuara, të pini ujë me limon në mëngjes, të bëni aktivitete fizike rregullisht, të reduktoni mishin e kuq dhe yndyrnat e dëmshme. Këto zakone ruajnë një mjedis qelizor të balancuar dhe as pak të favorshëm për sëmundje kronike. Pra kujdes ushqimet nëse dëshironi të jetoni shëndetshëm. Ju falemnderit dhe mirupafshim në vitin e radhës.